Unë iniciativa parë kryesore, ideja ka qenë objektivat mia si trajnere, që dukurit negative, paktën çto më eliminua dhe mes me ekzistit fare. Profesoresh, shumë faleminderit që ki gjetë kohën me na u bashku. Thash, na ke nxjerr për shtegut, se na jemi rahat aty në studio. Ama edhe kur kemi komuniku, unë me shumë kënaqësi, kemi mritë që dakordonc për intervistë, po shpresoj që për gjatë intervistës kena me pas mundësi me i tregu ndoshta edhe publikut për angazhimin e juaj, edhe për arsye pse keni vendosur me u fut në politikë në përgjithësi. Po si fillim, me që po e shohim edhe palestra është e mbushur plot me vajza të reja kryesisht, edhe me siguri ka edhe grup moshat e tjera që merren me sport. E pyetja, sidomos në kohët e sotshme që teknologjia ka mbizotëruar shumicën e përditshmërisë tonë, është e vështirë me u marrë me sport në Kosovë. Ti vrani herët, dëshiroj mirëseardhje në qytetin tënd, Suharekës. Është kënaqësi për mua, po, lindjes. Është kënaqësi për mua që jeni pjesë e intervistës tëm parë, pothuajse. Po shihet që palestrat janë të stërmbushura me aktivitete sportive, jo përveç voleybollit, po kemi edhe në sporte tjera si në basketboll, në futboll, edhe në sporte individuale, karate, taekwondo. Pra është një kënaqësi më marrë me gjeneratat të reja të e ditë se tash për momentin teknologjia dhe dukurit negative baje shumë janë në komunitetin e Kosovës. Unë jam bundu si profesoresh, si trajnere, që mi u largu dukurive negative, mu inkuadru në botën e sportit, edhe pse jo me përfaqësu dhe shtetin tonë në nivel më të lartë ndërkombëtar me sportin që kemi. Tu e ditë që ambasadori një shteti është sporti. Saktë, e vërtetë, profesoresh, na faktikisht na mburremi shumë me sportistët tanë, edhe në futboll edhe sidomos në judo me medaljet e arta që tash ma i gëzojmë si shtet. Po e ka përshtypjen që të paktën për aq sa di unë, shteti dhe institucionet në përgjithësi aktivizohen ose ndërlidhen me sportin veç kur vjen puna me marrë merita. Edhe kur vjen puna me pas një lloj krenarie për medaljet që i bin sportistë tanë, po nuk e di në të vërtetë sa bëjnë për sportin në institucionet tona. Pikërisht ndoshta më ndërlidh këto me pyetjen tonë. Shtytsa kryesore, u konë tonë politikë mu inkuadru, edhe kemi përkrasin kryesor në ligj që ka investu, është zotri Ramush Haradinaj. A keni fjallën për ligjin e sponsorizimit? Ligjin e sponsorizimit në vitin 2018, aje ka shtin në Kovend dhe është aprovu në Kovendin e Kosovës që Po, kom pa në fakt tashun edhe përmes emisionit që shumica e, si më thonë, kompanive e bizneseve shumë kanë interesim për sportin se sa për sfera tjera. A ju ndihmon juve kjo? 30% që fitimit të atë të një biznesmen ose të një biznes është një motiv dhe një shtys që na muna me zhvillu dhe me promovu sportin në përgjithësi. Jo vetëm në volejboll, por në gjithë sportet që janë. Brenda volejbollit si trajnere, se si profesoresh e di që keni angazhime po ashtu të tjera. A janë si të ndome si pas grup moshave, gjeneratat që ju i trajnoni edhe a jeni tash unë po e bëj pyetje shumë naive, se edhe kjo tregon fakt për sa jemi na të vetëdijshëm edhe të informuar për sportin, që për ato deshta dhe prej fillimit ju thash, besoj që intervista ka me dalë shumë ma e sinqertë se sa ndoshta intervistat e tjera. A keni, më thëmë, të ndome sipas gjeneratave me grup moshat që ju jeni si trajnere? Realisht, unë i kam prit grup moshat e mundshme që janë në volejboll. Kemi grup moshën U12, U14, U16, U18, U21, U20 edhe senioret. Sa i ka përafërsisht një grup moshë? Përafërsisht volejbollist sportist që? Këtë pjesë të volejbollit ne garojmë në kampionatit volejbollit që organizohet prej federatës. I kemi grup moshat që garojnë domethënë gjatë kohës së kampionatit. I kemi grup moshat U14, U16, U18, 20-shat, 21-shat edhe senioret. Këto grup moshat duhet të jenë në palestrat cilat ushtrojmë ne. Tash, a garoni edhe në ligat elitare?
Se thonë ligën e parë se Po, na voleybol. tash për momentin jemi në Super League, ku Superliga i ka 8 ekipe. Janë, domethënë, kretë përfshirë në regionin e Kosovës. A ka qenë vështirë, si me thonë, me depërtu në ligën e parë, ju jeni trajnere e KV Gjinovcit, apo? Po, trajnere e KV No, Gjinovcit. pak i nati që se keni marrë amnin e qytetit, po të një fshatit E du me ndërlidhë Si që do to. që, po, Unë një pjesë shkurt, Po. du me shku këtu prej përvojës time si lojtare, Ah, kur kam okay. qenë se ekipi bas ka qenë KV Gjinoci. Atëherë në vitin 2000-2001 kam qenë kampione në Kosovë. Mirë po pas 2000-2001. Po, pas okay. 10 vite pauzë, për shkak kushte financiare, ekipi nuk ka mujt me mbjetu. Pas 10 vite pauzë, dëshira dhe vullneti për sport, për voleybolin, nuk u shua asnjëherë. Me vetë iniciativën time si femën, tu i marrë një 5-6 lojtarë në fush, tu mundu me siguru terminën e për palestra, edhe me bashkëpunim prindërve të komitetit voleybollit e hapa ekipin. Do më thonë e keni rikëthy prej me vullnetin edhe me forcat e juja komplet. Kjo gja storje inspiruse, kështu përç e përmendet profesoresh një sanë shumë me rëndësi, se kjo ndërlidhet me gjeneratat në përgjithësi, po sidomos gjeneratat e reja, që e kanë një tendencë, le ta themi, për shkak të ekspozimit shumë të dhe ndaj teknologjisë, edhe ndaj fenomeneve negative, që me marrë një kohje të gabume në formësimin e tyne. Tashme që unë gjimnazin e kumë përfundu këtu në jeta e re, edhe ju e përmendet që gjasat nuk janë në të pakta që rinia me përfundu në rrugë jo të duhuna. Unë e di që edhe në atë kohë kur kumë përfundu në gjimnazin, edhe masit që kumë përfundu në gjimnazin Suarek, po nuk është fenomen një izolum Suarek, kjo, po ka të bëjë me shumë komuna, si me thonë, ose në përgjithësin këtë Kosovën që gjeneratat e reja, me që nuk kanë angazhimet të sportit në veçanti, ose angazhimet tjera ma produktive mund me përfundu edhe në rrugë që në erdhen edhe një dhurat pej lojtarëve. Mund me përfundu në rrugë që nuk janë të duhuna. E unë po besoj që edhe iniciativa juj në një farë forme ka kontribu në atë pjesë edhe unë kom dëgju në fakt dhe për njerëzve tjerë që mos me jaudon krejt meritat juve që çdo lloj aktiviteti mbrana Suarekës sa i përket sportit ka ndihmu në këtë pjesë. Unë iniciativa parë kryesore, ideja ka qenë objektivat mia si trajnere, që dukurit negative, faktën që to mi eliminua dhe mes me ekzistit fare. Na jemi të jetu në një fazë tranzicione, pe quja ashtu muj me quj. Kohën kur kam qenë unë lojtarë dhe tani. Atëherë ka pas vullnet, kushte s'kemi pas. Mirë po tash... Tash është e kundërta. E kundërta e kësaj. Mirë po, besoj që tash janë hapë mundësit. Ka trajnerë profesional që miren me lemin e sportit. Që miren me pjesën kryesore ku është motoja jetojmë në sport. Për një mendje shëndosh në trup të shëndosh. Andaj, këtu, ndoshta me ndërlidh të pjesa paraprakisht të pyetja që më bënë KV Gjinoci, unë në këtë palestër nuk kam vetëm fshatit, po kam komplet komunitetit të Suarekës. Jo, se kanë shumë lokalishte. Nga Rahoveci, fshatrat për rreth. Një e mirë që është me veçu, që shumë pak kam qytetit e krejt janë fshatit. Ndoshta unë që vi prej fshatit, edhe kum sjell këtë energji pozitive. Nuk e di a lidhet profesorisht nështë me mënyrën e tjetumit e të banumit. Po supozoj unë, po me siguri duhet me pa edhe këtë aspekt, nëse në fshat kema shumë hapësira për me zhvillu aktivitete sportive, e në qytet je pak ma shumë i izolum, nështë mund të bëjë këtë diferencë. Po ju pyeta, nuk e di profesorisht nëse keni evidenca të numrit total të lojtarëve që i trajnoni, mbrana të gjitha grupë moshave. Sa mundet me qenë prapërsisht numri? Për momentin deri në 150, me ekipar shkojnë edhe deri në 200. Deri në 200 vetëm me volejbol, do më thonë. Vetëm volejbol, vajza grupë mosha të reja. Do më thonë, kjo gja shifër e nalt për rrethana të komunës edhe fshatrave për rreth, si më thonë se... Kjo është një lloj falenderimi prej komunës që na mundson me shfrytzu palestrën, i kemi free, do me thonë pa pagesë. Ideja është që vetëm aki vullnetin e plot që më inkuadru me një sport, që ti me pas bashkëpunim
me gjenerata të reja edhe mos me u kohën kot fëmija. Me thon jam lopi aktivitetit fizik e jo prej telefonit. Ato deshta më ju pyetse në fillim thatë që ka edhe në fakt aktivitete të sporteve tjera. A zhvillohen edhe ato mbrana palestrës, a ka edhe disiplina tjera që... Sigurisht që tu zhvillohet dhe sporti i voleybollit të meshkujt, po ashtu i kena taekwondo, i kena edhe sportet luftarake që janë karate, kena futsallin, po të gjitha i kemi në termine. Përveç palestrës së qytetit, i kena edhe shkollat e mesme që posedojnë palestra sportive, mini palestra nësojse sportive, që mund me zhvillu një stërvitje qoftë ajo... Do të thonë profesorese, tash e kuptova. Do të thonë numri rreth 200 lojtarëve është vetëm me vajza. Po. Okej, se unë menova është edhe me djemë edhe vajza, Jo, po. djemë. Do të thonë tash po e përbën edhe më shumë shifrën serioze edhe në fakt po të bën me uni që ka një lloj shpresë që edhe sporti edhe aktivitetet mund me gjithë vend të rinia në përgjithësi.